U rikthyem, jemi në këto momente me programin Shtypi i ditës dhe ju zhvendosemi me Eldin nga Taksi Lux Albania në rrugët e kryeqytetit shumë shkurtimisht për të njohur me situatën e lëvizjes automjeteve, por dhe atmosferën në fakt këtu në kryeqytet. Eldi, mirëmëngjesit, përshëndes. Je në lëvizje, çfarë situate kemi momentalisht? Moti vjondjet i paqëndrueshëm, megjithëse mos gaboj, nuk ka rreshje shiu për momentin? Po Andi, përshëndetje, të uroj ditë të mbarë, nuk ka rreshje shiu për momentin. Mund të them që sot mund të kemi ditë vështirë, është dita duke pasuar ditën e nesër me pushim dhe deri të hënën mendoj do jetë një lëvizje, domethënë sot jemi me parametrat si ditë e premte. Normalisht përderisa e kemi ditën paraardhëse me ditë pushimi dhe do jetë shumë lëvizje e madhe. Ka filluar të tre akset kryesore shumë trafik, kombinat Pallat me Shigjeta, ish parko të autobusave deri tek mesi rrugës Kavajës, pra para se të shkojmë tek xhamia ka dhe aty situatë trafiku rënduar, dalja vilave gjermane deri tek fakulteti ekonomik, ambasada amerikane George Bush me shumë trafik. Dhe rruga e Durrësit dhe lëvizja me 3 pozicione nga zona e institutit deri tek Thesa Kamzës. Jetë i rënduar dhe me probleme. Kemi unazën e mesme, andi 3 kryqëzime duke filluar. Unazën e mesme, andi 3 kryqëzime duke filluar nga farmacia dhe deri te kryqëzimi Don Boskos, shumë situate vështirë. Kemi edhe lanën me probleme duke lëvizur me trafik nga shkolla Ismail Qemali deri te kryqëzimi rrugës Elbasan, ka probleme bulevardi Bajancuri, pra edhe lana është me trafik të çrregullt fillimin e ditës së sotme, besoj edhe në vazhdim do ketë ritëm trafiku dhe kemi mbi 25 mjetër, pra këto 2 ditët e fundit, gati në fund nëntorit, Andi, është numri më i madh që unë kam raportuar ndonjëherë në emision për shifër numrash mjetësh që janë gati 25.000 mjetër lidhjen e parë dhe dita djeshme që ishte rekord, që ishin mbi 50.000 mjetër në qarkullim dhe këto besoj janë të gjitha mjetët e qytetit. Nuk ka mjetët e tretëve ditën e sotme, sepse sot edhe administrata nuk e ka orarin e plot, jemi premte pushim, të hënën pushim dhe besoj Andi do ketë akoma më shumë lëvizje ditën e sotme, pa e përjashtuar edhe ditën e nesër, por në nesër do jetë lëvizje në minimum, mund të ketë mjetër të Kosovës që mbase vinë në Tiranë për të festuar festat e nëntorit, pra 29 e nëntorit, edhe besoj kjo do pasqyrohet ditën nesër. Po sot pritet që të ketë shumë trafik. Mbi 70% e Tiranës me 25 mjetër e bën këtë kontakt parë me trafik. Mirë, faleminderit të përshëndes për këtë komunikim parë dhe me shumë interes edhe biseda e dytë, vëzhgimi i dytë rreth orës 8:30. Faleminderit.